Vizita e zotit Sorensen është e rëndësishme dhe sepse tregon vazhdimsinë e kujdesit dhe të interesimit evropian për Kosovën. Është absolutisht e qartë që pa dialog Kosova do të mbetet e izoluar, do të mbetet e vetmuar edhe nuk do të ketë asnjë hap përpara në rrugën evropiane, nuk do të mund të bëhet asgjë e rëndësishme në agjendën evropiane, do të ketë vetëm stagnim, besa edhe mbrapakthim. Prandaj kushdo që zgjidhet kryeministër, kushdo që zgjidhet presidente apo president, dialogu është obligim madhor, sepse vetëm me anë të dialogut do të mund të avancohet agjenda evropiane e Kosovës dhe do të mund të krijohet një dritë në fund të tunelit për perspektiven evropiane të Kosovës. Çdo gjë tjetër është populizëm edhe mashtrim politik, demagogji që i shkon në dëm të madh shtetit të Kosovës dhe shoqërisë në përgjithësi. Vështirë prishme dhe vështirë arritshme diçka e tillë. Unë supozoj që do të ketë zgjedhje të tjera në Serbi më njëherë pas përfundimit të klimit të institucioneve të Kosovës. Nuk shoh mundësi reale për vijimin e dialogut Kosovë-Serbi. Palët janë në qëndrime diametralisht të ndryshme, rrethonat gjeopolitike kanë ndryshuar ekstremisht, sa që mund të, s'kemi asnjë indikacion për çfarë do të negociohet. Ne kemi arritur një marrëveshje, ka mbetur të diskutohet se si të implementohet e njëjta. Serbia s'ka shprehur asnjë gatishmëri për ta bërë të njëjtën, ndërkohë ka bërë akte terroriste ndaj Kosovës, me synimet e qarta aneksimin e veriut të vendit dhe ka një kërkesë legjitime të thoya nga qeveria e Kosovës që kërkon prej Serbisë ekstradimin e personave të lidhur me këtë rast ose ata të cilët e kanë kryer këtë rast. Parashikosa besimin e mes palëve është kaq i lëkundër dhe kaq i largët, nuk ka asnjë mundësi të dialogu parashikosa njëra nga palët ka plan konkret për aneksimin e veriut.